إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والند والنذير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فلندريمت لافدريمت جيثا عذريمت يتكون بتم الله عز وجل أتى فلندروين فاليش بتم ذندين بتم بريتي كركوين فلندروين الله جل جلاله برميرسيت ذبغاتيت الشمطة چنai ka dhënë në këtë dunja. Në veçantë falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bë musliman, na ka bë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit Xhelle Xhelalu qofshin për të dërguarin e tij të fundit, mësuesin e njerëzimit, vullën e pejgamberëve të mëparshëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi mëshirë për të gjithë krijesat, në veçantë erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të nxjerrë njerëzimin nga rruga e devijimit drejt rrugës së udhëzimit. Paqja dhe mëshira e Zotit Xhelle Xhelalu qofshin edhe për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe gjithë ata muslimanë të cilët e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në çastet e fundit të kësaj bote. Elus Allahun e madh që Allahu na bëjë edhe neve nga ata të cilët do ta pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi. Allahumma amin. Xhamat të nderuar, të dashur vëllezër, Allahu Xhelle Xhelaluhu duke e treguar vlerën e njeriut, pozitën e njeriut në veçantë të besimtarit, na drejtohet në një ajet kuranor në surën El-Isra, ku Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا." Thot Allahu Xhelle Xhelalu, vërtet ne I kemi ndaru bit e Ademit, wa kemi bërë të mundur që ata të udhëtojnë nëpër tokë e të udhëtojnë nëpër deti. Ju kemi dhënë shumë të mira, ushqim edhe pije, e dhuratën më të madhe që ja kam bërë robëve të mi, bijve të Ademit, është se e kam ndallu nga gjitha krijesat. Vëllezër të nderuar, njeriu është krijesa më e mirë që Allahu Xhelle Xhelalu e ka dalluar nga të gjitha krijesat. Dhe në këtë ajet kuranor na tregon se njeriu është krijesa më e mirë dhe më e dashur te Allahu te bareke ve taala. Pashtu Allah thot në Kur'an: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Vërtet e kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Kan thënë dietarët, vërtet Allahu Xhelle Xhelalu edhe në pamjen fizike e ka krijuar njeriu në formën më të bukur, po ajo që është më e bukur është se Allahu Xhelle Xhelalu e ka pajisur njeriu me mendje që të mendojë dhe të logjikojë dhe ta kërkojë të vërtetën dhe ta njohë krijuesin e tij Xhelle Xhelalu. Vëllezër të nderuar, kan thënë dietarët në për disa transmetime tek ajeti I parë I surës El-Isra, se kur Allahu Xhelle Xhelalu e ka kriju Ademin alayhis salam, me lajkat I thanë: "O Zot, e krijove Ademin alayhis salam, e prunën këtë dunja dhe I dha shumë të mira, të hajë, të pi, të martohet, të shumohet e kështu me radhë. Andaj një gjë të tillë nuk e ke bërë për neve, andaj o Zot na jep neve ahiretin." Tha Allahu Xhelle Xhelalu pasha madhërinë time, tha: "O ju melaçet e mia, tha nuk është I njëjtë ai krijim që e kam kriju me durët e mia, e që Allah thot për njeriu: "Khalaqtu bi yadai", e kam kriju njeriu me durët e mia, nuk është I njëjtë ky krijim me atë krijim që I kam thonë vetëm kun feyekun, bëhu dhe bët. Allahu Xhelle Xhelalu në këtë ajet kuranor tregon që njeriu e ka ngritur në pozitën më të lartë, e ka nderuar njeriu. Andëllëzët të nderuar, për fat keq jetojmë në një kohë ku
është ngatruar vlera e njeriut me vlerën e pasurisë, me vlerën e pozitës, me vlerën e famës, me vlerën e prejardhjes. Për fat keq, njerëzit në kohën e sotit ndihen të pikëlluar, të mërzitur, të brengosur nëse nuk përmendet emri i tij në mesin e njerëzve. Për fat keq, njerëzit sot mërziten nëse nuk kanë lavdata për njerëzve. Njerëzit sot brengosen dhe breng kryesore kanë nëse nuk kanë emën dhe pozitë tek njerëzit. Kur ja kemi bërë pyetje vetes, mi thon vetes se çfarë pozite kam unë tek Allahu xhelle xhelal, çfarë pozite kam te Zoti i gjithësisë xhelle xhelal. Që tu vëllai nderuar e shef se kush je ti në të vërtetë. Çdo kush që bën pyetje vetes, sa peshoj unë te Allahu xhelle xhelal, nuk është as pak e rëndësishme sa kam vlerën tek njerëzit, po sa kam unë vlerë dhe sa kam unë rol dhe pozitë tek Krijuesi i gjithësisë xhelle xhelal. Andaj vëllezër të nderuar, ka shumë pika që i kanë cek dietarët me Kur'an dhe me sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa i vlefshëm është njeriu si qenie njerëzore dhe sa pozitë të lartë ka te Allahu te bareke ve teala. E para vëllezër të nderuar, do ta dimë që njeriu është krijesa më e nderuar e Zotit xhelle xhelal. Andaj Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an: "Inna akramakum 'inda Allahi atqakum." Njerëzit më të dashur, njerëzit më të mirë, njerëzit më të nderuar te Zoti xhelle xhelalu janë ata njerëz që janë më të devotshëm. Janë ata njerëz që e njohin Allahun te bareke ve teala. Janë ata njerëz që e falin sabahin dhe pas sabahit i drejtohen Zotit duke i thënë raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabia. Që thonë o Zot, që thonë jemi të kënaqur që për Zot e kemi Allahun xhelle xhelalu. Për fe e kemi Islamin dhe për pejgamber e kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Që to janë njerëzit më të nderuar te Allahu xhelle xhelal. Wallahi o vëllazër, Allahu asnjëherë nuk e këshir dhe nuk e shikon pamjen tonë. Allahu shikon në zemrat tona, Allahu shikon në veprat tona, Allahu shikon në punët e tona të cilat i bëjmë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith vetë tha: "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allahu xhelle xhelaluhu nuk e shikon as pamjen tuaj, nuk e shikon as fizikun tuaj, po Allahu xhelle xhelalu e shikon në zemrën e juve dhe e shikon në veprat e juaj. Vëllai nderuar, nëse e bën veprat e mira, nëse përmirëson të brendshmën dhe nëse ke pozitë të lartë Allahu xhelle xhelalu, dije se je njeriu me fatin më të mirë këtë dunjë. Dije se je njeriu me fatin më të mirë këtë dunjë. Kështu në mësë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër të nderuar, ju e dini shumë mirë ngjarjen e Bilal al-Habashiut, një zezak, një njeri që s'kishte post, një njeri që s'kishte pozitë, një njeri që s'kishte forcë. Bilal al-Habashiu, një zezak i cili u torturua vetëm se thoshte ahadun ahad. Çfarë pozite kishte Allahu xhelle xhelal? Kush ishte Bilal al-Habashiu që s'kishte vlerë ndoshta tek njerëzit? Nuk e vlerësonin njerëzit. Mirë po tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë masi e fali namazin e sabahut, ju drejtua Bilali dhe tha: "Ya Bilal, haddithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Tha o Bilal, tha, më kallëzo veprën me shprehje që e ke bën tha në Islam, tha, se vallahi tha o Bilal, tha, jam duke i ndëgjuar zhurmat e këpucëve tua në xhennet. Ky ishte Bilal, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po ti dëgjoj, po i dëgjoj zhurmën e këpucëve tuaj para meje në xhennet. Bilal që s'kishte pozitë, Bilal i thjesht, zezak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoi që Bilali është shumë i rëndësishëm. Bilali ka një pozitë të lartë Allahu xhelle xhelal. Bilalin e përgëzojnë këtë botë është prej banorëve të xhennetit. Vëllezër të nderuar, sa ne brengosemi dhe ja bëjmë pyetje vetes çfarë pozite dhe çfarë vlere ka mund te Allahu xhelle xhelal. Edhe nëse nuk na njohin njerëzit, edhe nëse nuk kemi pozitë dhe emën në mesin e njerëzve. E ditë vëllezër të nderuar, pse është kaq i rëndësishëm njeriu? Sepse Allahu xhelle xhelaluhu e ka shitru njeriu si qenie njerëzore, në veçantë besimtarin, e ka bën të shenjë gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin e fundit, në haxhin e lamtumirës, në kodrën e Arafatit, prej fjalimeve dhe prej porosive që na la neve ishte edhe fjala
duke I thonë, o ju vëllezërit e mi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha ka shahri hadha ka baladikum hadha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju shokët e mi, o ju shokët e mi, gjaki juaj, pasuria juaj, nderi juaj është I shenjtë, nuk guxon askush me prek pasurinë, gjakun dhe nderin e besimtarit. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse është I shenjtë sikur ky muaj, sikur kjo ditë që është dita Arafatit dhe sikur ky vend që është Mekka e bekuar, çabja e bekuar. O vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e treguar se sa I shtrenjtë është gjaku I besimtarit, tha më let thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e shkatru krejt dunjajën se sa me mbit një musliman për fatkeq. Sa derdha sot gjaku I muslimanëve, sa I vrari nuk e di se pse vret dhe sa I vrari nuk e di se pse është vrar. O vëllezër të nderuar, e që është bën një fenomen tek ne që vritën 3 dhe 3 dhe nuk e din se pse janë vrar. Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur ka qenë khalife në Yemen, është mbyt një fëmijë dhe I shkon lajmi Omerit radiallahu ta'ala anhu që është mbyt një fëmijë I pafajshëm. Thot Omeri radiallahu ta'ala anhu në për transmetime të vërtet, vallahi sikur krejt njerëzit kishin marrë pjesë në mbytjen e këtij fëmijë, pasha Allah thot do të kisha mbyt gjithë. Duke treguar rëndësinë dhe shitrin e gjakut të muslimanëve të besimtarët. Allah e ka po të shenjtë. E një gjithashtu prej veçorive që Allahu xhelle xhelalu e ka nderuar njeriu në veçantë besimtarin, është se besimtari ka peshë të madhe të Allahu xhelle xhelalu. Besimtari ka pozitë të lartë të Allahu te bareke wa taala. Andaj vëllezër të nderuar, një ditë prej ditësh, përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me shokët e tij, Ibn Mesudi, një sahabi I nderuar, I cili ka transmetuar shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po në pamje ishte I dobët, I zaif. Pejgamberi alayhis salam e urdhnon përderisa ishte duke nejt me shokët e vet që të ngat disa pemë, disa fruta për një pemë, dhe urdhëron që të hip Abdullah ibn Mesudin. Ngritet Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu dhe I shpalosën këmbët, I zaif, I dobët, filluan të qeshin sahabët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha pse po qeshni? Pse po qeshni o shokët e mi? Tha pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. Tha di këmbët e dobta të zaifta të Abdullah ibn Mesudit janë të rënda në peshorën e Zotit xhelle xhelalu që ju nuk llogaritni fare hiç, janë të rënda në peshorën e Zotit xhelle xhelalu më rënd se kodra e Uhudit. O Allah I nderuar, te Zoti nuk matesh me kile, te Zoti nuk matesh me pamje fizike, te Allahu xhelle xhelalu matesh me çka ken zemër. Te Allahu subhanahu wa taala matesh se ai që vërtet I bindesh Allahu te bareke taala. Kështu Islami ja tregon në vendin besimtarit. Kështu Islami tregon se besimtari duhet të jetë ai I cili është më I larti, se kështu na tha Allahu xhelle xhelalu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allahu xhelle xhelalu neve na drejton që kemi besuar Allahu xhelle xhelalu. Nëse jeni besimtar të sinqert, nëse jeni besimtar të vërtet, ta dini se ju jeni njerëzit më të lartë, krijesa më e bukur. Besimtari është krijesa më e bukur. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khayrul bariyah. Ata që besojnë Zotin xhelle xhelalu, ata që bëjnë vepra të mira, Allahu thot këto janë krijesat më të mira të Zotit xhelle xhelalu. Madje siç kanë ardhur për transmetime se besimtari I mirë u atë I kalon edhe me lakeve. Kjo është nderi që Allahu xhelle xhelalu ja ka bën njeriu. Andaj vëllezër të nderuar, vallahi sikur të gjithë njerëzit të flasin keq për neve, sikur mos të vlerësoshmi fare hiç në mesin e njerëzve, nëse ne e dimi që jemi të mirë me Zotin xhelle xhelalu, nëse ne kemi raport të mirë me Allahun te bareke ve taala, vallahi ne jemi njerëzit më të lartë, jemi njerëzit më nderuar te Allahu xhelle xhelalu. Po edhe anas jatas, nëse të gjithë njerëzit flasin për neve, nëse të gjithë njerëzit na lavdrojnë, po tek Allahu xhelle xhelalu nuk kemi emër dhe Allahu nuk na përmend në të krijesat e qiellit, vallahi jemi njerëzit më të humbur. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. Andaj jema të nderuar, elos Allahu subhanahu wa taala që të jetojmë si musliman dhe të dorëzojmë Allahun azza wa jall
që të rëzojnë Allah të zërëgjel shpirtin me iman. E lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu gjellë gjelaluhu muslimanët të një ndimon anë kanë botës. E lusë Allah në madhë që kudo që ju botë patërsi muslimanëve, Allah të ndimon zullumqarët të cilët bëjnë zullum në tokë dhe shkatrim, Allahu të shkatron dhe helajë me zvetet i banjarë për alamin. E lusë Allah në madhë që këtë iman që në ka dhënë që është gjëja më e shtrenjtë për neve, Allah të na ruaj dhe ku të ndahemi nga kjo botë, të ndahemi me fjalën më të mirë, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim.